الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falenderojmë, për ti fale dhe udhëzime kërkojmë, salavat dhe selamet për shëndetit më të mira, më të begatta mbi njeriun më të mirë, pejgamberin më të zgjedhur, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamaat, të ndajmë disa minuta para khutbës së xumas, që shfletojmë diçka nga libri i Allahut, nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shtojmë në udhëzimin tonë, në imanin tonë, në islamin tonë, në edukatat dhe moralet islame tona. Vazhdojmë me hadithet të cilat i ka grumbulluar Imam Bukhariu rahimahullahu taala në librin e tij El Adabul Mufrad, edebi i veçantë i muslimanëve, edebi i theksuar i besimtarëve, të cilat i kanë nxjerrë të gjitha nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon në hadithet e grumbulluara në kapitullin Adh-dhulmu dhulumat, zullumi është errësira në ditën e Kiametit, dhe i kanë nxjerrë disa hadithe të tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat theksojnë në mënyrë të veçantë largimin e robit nga zullumi dhe shmangjen e besimtarit prej zullumit. Andaj, njëra prej karakterave, njëra prej moraleve të larta, e cila e ka bërë islamin të veçantë, e cila e ka bërë islamin të dashur në mesin e njerëzve, madje e ka bërë natyrshmëri Zoti jon te bareke ve teala, është se islami nuk e pranon zullumin. Islami nuk e pranon zullumin nga njeri më i ngat. Islami nuk e legjitimon zullumin nga asnjë njeri në rrezullin tokësor, madje Allahu Gjelle Gjelalu edhe në qiell nuk e ka pranuar zullumin. Zoti jon te bareke ve teala e ka ndaluar në të gjitha sheriatet, në të gjitha shpalljet zullumin. Andaj e përbashkëta e të gjithë pejgamberëve ka qenë ndalimin nga shirku, nga zullum, dhe nga ndalimin nga të gjitha zullumet tjera që kanë mundësi të bëhen në mes robëve të Zotit te bareke ve teala. Andaj e ka zgjat këtë kapitull duke folur edhe hadithe të tjera nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilat e bëjnë të qartë se zullumi është njëra prej pengesave të hyrjes së robit në xhenetin e Zotit te bareke ve teala. E kaluam hadithin Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama, zullumi është errësira, e njeriu nuk e don errësirën, edhe i frigët dhe i largohet errësirës dhe e don dritën. Andaj njëra prej dënimeve të banorëve të xhenemit është terri. Zjarri bashkë me terr, zjarri bashkë me errësirën. Vazhdon Imam Bukhariu për treguar se pastrimi në ditën e Kiametit vazhdon të bëhet në mesin e njerëzve, e atyre të cilët hyjnë në xhenem, e pastaj ata të cilët pastrohen dhe vazhdojnë rrugtimin e tyre për xhenet. Mirë po na tregon se alayhi salatu wassalam na ka mësuar se zullumet aq shumë do të lahen dhe do të kullohen njerëzit derisa të bëhen gati për hyrjen në xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Ka nga Ebi Said el-Khudriu radhiyallahu an, nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë hadith: idha khalasa al-mu'minuna min an-nar, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të shpëtojnë besimtarët prej zjarrit. Pra na tregon një skenë kur të gjithë njerëzit hyjnë në zjarr, besimtarët shpëtojnë me mëshirën e Allahut, me rahmetin e Allahut. Thot: hubisu bi qantaratin bayna al-jannati wan-nari. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, para se të futen në xhenet, thot i ndalon Zoti i Madh Gjelle Gjelalu me një lloj ure e cila është në mes xhenetit dhe zjarrit. Pra e kanë kalu zjarrin, mirë po ende ka për të pastruar besimtari deri në hyrjen e fundit në xhenet. Thot alayhi salatu wassalam: فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا.
Thot alayhi salatu wassalam, e ata do të jetë ka sune, do të marrin edhe copën e fundit të padrejtësive të bëra në dunja ndaj njëri tjetrit, dhe do t'i lajnë në mes veti. Pra tani s'ka më këtu pa besimtar, s'ka këtu kriminal të natyrës së rënd. Mirë, po këtu ka besimtar të cilët para se me hinë xhenet kanë mbet diçka prej gjëra që janë bërë padrejtësi në mes veti, halallëqe që cilat nuk janë marrë në dunja. Allahu ja nuk lejon që askush me hinë xhenet e dikush për jashtë e prit me hak. S'ka mundësi. Andaj Zoti jon te bareke ve teala i pastron edhe një herë me halallok, me pastrimin e zemrës, me pastrimin e shpirtit, dhe bëhen gati për hyrjen përfundimtare në xhenetin Allahu te bareke ve teala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa yataqasuna madhalima bainahum fi dunya, i marrin dhe i lajn zullume të bëra ndaj njëri tjetrit. Dhe kjo tregon vëllezër çfarë? Se nuk ka asnjë lloj tolerancë në ditën e kiametit për zullumin. Ose paguhet me zjarr, ose paguhet me halallëk. Nuk ka, ose me shkëmbim. Ose zjarr, ose shkëmbim, ose halallëk. Nuk ka mundësi besimtari me thanë, unë i kumba dikujt zullum, ama hajtë se e kaloj. Kursën e kalon. Derisa ai i cili që i ke bë zullum, ose ta ban halal, ose shkëmbehesh, i jep diçka, e të merr diçka, ose runa zore e treta o me i nxjarr, nëse nuk ta ban halal dhe nuk shkëmbehes me asiset. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, hatta idha nuqu wa hudhibu udhina lahum bidukhulil janna. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, derisa kur të kullohen, kur të pastrohen mirë, kur të gdhendën mirë, kur në shpirtat e tyre mo nuk mbetet as një shpirt i cili thot, po ama mu dikush ka bo zullum, qish me ilu në xhenet. Po dikush thot për shembull, mu më ka met një hise të filani e pa marr. Atëre Allahu që thot, nuk ku ve hudhibu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, i pastron Zoti dhe i kullon dhe i ban të qiltër dhe i ban të pastër, të gatuar për hyrjen në xhenet, sikur që thot Allahu te bareke ve teala në surën e Zumar, kur i presin melekët e Zotit besimtarët për me hyrë në xhenet, çka ju thonë? Tibtum, jeni të pastër, jeni të mirë, jeni të qiltër, fadkhuluha. Hini në xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur të kullohen dhe të pastrohen dhe të lahen nga të gjitha zullumet, udhina lahum bidukhulil janna. Muather u jepet leje për hyrjen në xhenetin Allahu te bareke ve teala. Pra vëllezër, ta kuptojmë nga kjo se të gjitha ajetet dhe hadithet na bëjnë me dije se nuk ka xhenet me zullum. S'ka xhenet ndërkohë që padrejtësia të prat ditën e kiametit. Andaj duhet besimtari të pastrohet dhe të i lanë të gjitha padrejtësi që ka mundësi dikujt me ja pasbo. Qoftë dhe padrejtësia më e vogël, nga se besimtari e din se edhe për padrejtësinë më të vogël i bëmi zullum do ta kërkon. Sikur që dikush sot ta lip gjys dinari, ka me ta lip edhe atje, mirë po në forma të tjera dhe në trajta të tjera. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa walladhi nafsi Muhammedin biyadi la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fi dunya. Dhe kjo ka qenë prej shtytjes për punë drejt xhenetit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi të pastrohen dhe të lahen dhe të shkëmbejnë halallëkët besimtarët në mesveti në urën e fundit para xhenetit Zotit xhelel xhelalu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të krijet edhe kjo procedurë, atëherë çfarë ndodh? Thot alayhi salatu wassalam, betohem në atë i cili e ka shpirtin tëm në dorën e vet, se megjithse xheneti i gjon, apo gjerësia e tij është shumë e madhe. Thot alayhi salatu wassalam, sicili pi njerëzve që është xhenetli e din shtëpinë e vet më mirë që e di shtëpinë e kësaj bote. Nëse thot dikush, e unë nëse bëhem banor i xhenetit, ku e di cila është shtëpia jeme? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, betohem në Allahun xhelel xhelalu, se më mirë e di xhenetlia shtëpinë e vet se shtëpinë që ka në këtë dunja. Pra më mirë e di atje ku e ka venin, apo se sa në këtë dunja. Mirë po këtë kjo dhe kur ndodh, kur besimtari t'i kalon krejta procedurat e
Llogaris këta procedurat e gjykimit, këta procedurat e pastrimit nga gjunahet dhe mëkatet dhe rebelimet dhe zullumet, kur të pastrohet dhe të bëhet i gatuar, i pastër, atëra e merr lejen me izin Allahu te bareke ve teala për hyrjen e xhenetit e Zotit te bareke ve teala. Pastaj ka sjellë Imam Buhariu përsëri hadithin e rujuni prej zullumit, se zullumi është errësia në ditën e Kiametit, e shpjeguam në ligjëratën e xumas së kaluar. Prej asaj para se me përmend hadithin e radhës, i cili është hadithi bazë në shëmtimin dhe rëndesën e zullumit. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Mesruqi, nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an e ka lexuar gjithmonë një ajet dhe ju ka thënë besimtarëve, ky është ajeti më gjithëpërfshirës në halalin dhe haramin dhe në ndalimin dhe farzin. Ajeti është që ne e lexojmë çdo xumë. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i. Allahu urdhëron me drejtësi. Shiko këtë ajet. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu urdhëron me drejtësi. Allahu çdo send e ka vendosur me drejtësi. Çdo send e ka vendosur me qarar. Kulle shay'in khalaqnahu bi qadar. Çdo sa ne kemi kriju në dozë, në mas, dhe çdo gjë funksionon në orbitën e vet, në këtë mas të drejtësisë që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Shiko për shembull në raportet që i kanë njerëzit me kafshët. Allahu xhelala se si ka bërë me drejtësinë precize dhe asnjë sen nuk ka mundësi me bë diçka më tepër se ja ka lejuar Zoti on te bareke ve teala. Merë për shembull çellën ndosh insekt, merë gremzën, gremza e cila të pengon tash verës, apo Zoti jon te bareke ve teala ka dalluar mes gremzës edhe mizës. Mizës i ka dhënë hapësirë më tepër, ama helm si ka dhënë. Se ti ma shumë ki ballavaçim me ta, andaj me pas miza helmin e gremzës ban helaç në shtëpi. Ama gremzës ja ka dhënë helmin, të cilin aje ka mbrojtje për veti, mirë po të ti ka mundësi, mirë po nëse njëherë të thumbon, njëherë me të kafshue, ajo s'ka takat më përziti me të bëkur gjo. Se sikur të kishte takat ajo vazhdimisht me pickua dhe me thumbue, kish me bëhe shumë prej dëmtimeve. Kjo sa për shembull ilustrime të shumë ta kemi në raporte me krijesat e Zotit te bareke ve teala. Çdo sa ne ka vendosur Allahu te bareke ve teala në dozën e vet. Andaj shikoj edhe cilësitë e besimtarit prej gëzimit dhe hidhrimit dhe morzijës dhe pikëllimit. Ja ka dhënë me dozë. Me çu vazhdimisht pikëllim shkatërrohesh. Me çu vazhdimisht gëzim shkatërrohesh gjithashtu. Me çu Allah vazhdimisht depresion, ti mytesh. Ama herë çon në gëzim, ta merr, ta jep në hidhrim. Pas hidhrimit ta çon në pikëllim. Pas pikëllimit prap në zbavitje. Pas zbavitjes ekstu me radhat Allahu te bareke ve teala la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ju keni me kalu gjendje pas gjendje që stabilizoheni në jetën e kësaj bote. Andaj ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, ajeti më gjithë përfshirës i halalit dhe haramit, i urdhrit dhe ndalesës është inna Allaha ya'muru bil adli. Allahu urdhron me drejtësi. Allahu e do drejtësinë. Allahu me drejtësi e ma qiellin dhe tokën. Allahu me drejtësi ka krijuar shumë prej krijesave. E me rahmet Allahu i toleron pa drejtësi që cilat ne i bëjmë ndaj njëri tjetrit dhe ndaj Zotit të madh te bareke ve teala. Wal ihsani, dhe Allahu urdhëron me bamirësi dhe urdhëron që të mbahen lidhjet farafisnore. Andaj këtë ajet e ka lexuar Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, pastaj e kanë pyet, ka thënë cili është ajeti që mos shumti shpresohet me i dhanë rrugdalje besimtarit. Ka thënë fjallë Allahu te bareke ve surën at-Talaq, ajeti 2, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush i tutet Allahut, wa man yattaqillah, kush i ka frikë Allahu xhel xelaluhu, ati Allahu jep rrugdalje në çështjen e tina. Allahu jep rrugdalje në çështjen e tina. Dhe gjithashtu ka përmend edhe ajetin e surës Az-Zumar, ajeti 53, ku Allahu te bareke ve teala ia ka zgjuruar mëshirën
mëkatarëve të cilët dëshirojnë të pendohen te Zoti i Madh te bareke ve teala. Ajo e cila është bazë në këtë kapitull, në kapitullin e padrejtësive dhe kapitullin e zullumeve, që besimtari zguxon me bë zullum, dhe se zullumi ka koston dhe çmimin e vet. Prej çmimit më të rënd të zullumit është pamundësia për me hyrë në xhenetin e Zotit te bareke ve teala deri në pastrimin për atij zullumi. Deri në pastrimin e atij zullumi. Cili është hadithi bazë që ka sjellë Imam Buhariu në këtë kapitull? Është hadithi Qudsi nga Ebi Dherri radhiyallahu anhu, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith. E ky hadith, ky lloj hadithit është hadith jo i ngjashëm me hadithet, dhe nuk është ajet nga se nuk është si ajetet. Është mes ajetit dhe hadithit. Ajeti është fjalë Allahu drejt për drejt e zbritur te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Hadithi është fjalë e drejt për drejt që e ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. E çka është hadithi Qudsi? Hadithi Qudsi është lajm prej Allahut, të cilin e tregon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Mirë po, te Kur'ani kemi citim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyama, kështu më radh. E citon çish e ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa te hadithet Qudsi, apo dietarët kanë trajtime të ndryshme se si formulohet kjo hadith. A formulon pejgamberi alayhis salatu wassalam me formulime të veta, dhe normal se e shohim ne në formulime se nuk është ajeti, nuk e ka atë mekamin e ajetit që ne ka zbrit Allahu te bareke në Kur'an. Mirë po, dispozitën e merr dispozitën shariatike si fjalë e Zotit xhelle xhelalu. Thotë Abu Dharri radhiyallahu anhu, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë nga Allahu subhanahu wa taala në fjalim. Çfarë ka thënë në këtë fjalim? Thotë Allahu subhanahu wa taala: Ya ibadi, o robërit e mi, inni qad harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fala bainakum fala tadhalamu. Thotë Allahu xhelle xhelalu: o robërit e mi, këtë janë robët e Zotit xhelle xhelalu, ka thënë unë zullumin edhe vetës e kam ndalu. Zullumin edhe vetës e kam ndaluar. Megjithse a mund e nal dikush Allahun me bë zullum? Jo. La yus'alu amma yaf'al. Askush mund ta merr pyetje Allahun se çka ka bë. Vini rejtë ndëruar xhamatli. Nuk ka në dunja dikush, pavarësisht çfarë autoriteti ka, krijesë, nëse është vetëse, edhe nëse është ai mbrati i këtë dunjas, që i merr në llogari dhe pyetje njerëzit, patjetër o me mor dikash ata në llogari. Apo nuk ka njeri në dunja, pavarësisht autoritetit dhe fuqisë që e ka, vetëse dikush ka me mor llogari ata. Apo përveç Allahu xhelalu xhelalu, së në merr Allahu në llogari kërkush. A mundesh me thënë për shembull, a mundesh me thënë Allah pse më krijove? Jo, la yus'al, ai spytet pse. Dhe për këtë arsye vetvrasja krim Iran në Islam, sepse ti e kundërshton dëshirën e Zotit të Madh subhanahu wa taala. Për këtë arsye i vetmi që nuk pyetet pse e bane është Allahu xhelalu xhelalu. Të tjerë këtë pyetën, krejt merrën llogari, pse e bane këta? Pse e bane këtë tjetër? E kështu me radhë. Andaj megjithatë Allahu xhelalu ala ja ka bërë haram zullumin vetvetes. Ka kudret, ka pushtet. Kur kush në nal, kur kush në merr llogari. A mundesh me thon Zoti xhelle xhelalu ti pse mua ma ke fal një evlad, pse s'më ke fal dy, pse s'më ke dhënë kështu? Jo, kur gjasën i thu, ti mundesh me thon me gojë, po s'në merr llogari, s'në merr në llogari. O robrit e mi, unë kam bër haram zullumin për veti, dhe e kam bër haram në mesin e juve. Haram me bë zullum, e ndaluar është me bë zullum. Thot Allahu te bareke ve te hadith Qudsi: andaj mos bëni zullum ndaj njëri tjetrit. Andaj mos bëni zullum ndaj njëri tjetrit. Kjo është shtylla e fesë islame. O robërit e mi, e kanë ndaluar zullumin ndaj vetes sime, edhe juve u kanë bërë haram. Dhe vini re këtë dallim. Allahu e ka bërë haram zullumin për veti kur kush llogari se merr. Si ka mundësi me bë zullum dikush që mirën llogari? Ti merrësh llogari, si mundesh me bë zullum kur ti e di se të vjen fatura? Kur e vjen se të tatimi, ti ke me paguajt ata. Si ka mundësi besimtari me men krije, me mora çka si takon ndërkohë që e din se ka më marr llogari?
Andaj, shiko këtë hadith, bazën e ndalimit zullumeve. Mos bëni zullum, se Allah e ka ndalu vetës. E lërë më, atyre se nuk kanë kudret. E robrit nuk kanë kudret në hakikat. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala: Ja ibadi, o robrit e mi, Innakum alladhina tukhti'una bil lejli wal nahar, wa ana aghfiru dhunuba wa la ubali, fastaghfiruni aghfir lakum. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: O robrit e mi, ju natë e dit bëni gjunahe. Ju natë e dit bëni gjunahe. Pse para prijet gjithmonë të gjunahi nata para ditës? Se nata është errësira ku mbulohen gjunahet, andaj njeriu natën bën më shumë gjunahe sa ditën. Për këtë arsye, sikur që dhe sadakaja jepet më shumë natën se sa ditën. Alladhina yunfiquna bil lejli wan nahar, ata të cilat e japin pasurinë natën dhe ditën, se e fshehin mos ta shohin të tjerët. Njëjtë edhe gjunahi, s'dojnë me pa të tjerët. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: O robrit e mi, natë e ditin i të bëjë gjunahe, ama unë ja u fali. Unë ja u fali. Dhe vini re këtë dalimin. Te e para që ka tha? Mos bani zullum, se haramja kom bëjë dhe vetës e lërë më juve. A te gjunahet, se ka dalim mes gjunahe dhe zullumit. Me gjithë se gjunahi është zullum për një kandit, ama nuk është pianit tjetër. Sepse gjunahi është zullum dhe i vetës, dërsa zullumi është zullum dhe i vetës dhe të tjetëri. Kur ti ban gjunahe mes teje dhe robi, edhe Zotit Gjelle Gjelal, robi mes vetës dhe Zotit, si ki hinë kërkujt në hak, si ke shkel kërkujna, por qemo ke pi raki, ki këshir haram, eksumerat, dërko që kërkush nuk klip tyje, s'kërkon me dhënë hecë këtu se m'ke bo zullum. Ama ti mi avjet dhikuj një dinar, ma shumë del telashe, se sa mi bo dë gjunahe, të sa të dëmton veç vetë vetën. Pa këtë asyje të zullumi ka thonë: la të dhalemu, mos bëni zullum da njëri tjetrit. A të gjunahe qëfar ka thonë? Ka thonë: ju natë e dit bani, a unë ja u fali. Pastaj qëfar ka thonë? Dhe nuk javë logari kërkujt, dhe nuk më shqetso, dhe nuk e kam gajle fare. La u balësh nuk e kam gajle fare. Sikur kër e merë një leck edhe e gjun, ti falë Allahu sa do që gjunahe që kije, ama zullumin jo. Pastaj qëfar ka thonë? Fastaghfiruni aghfir lakum. Kërkoni fali, unë ja u fali. Kërkoni fali, unë ja u fali. Shiko dhe zër, të zullumi, a që kjo e njëta? Jo. A mund është mi thonë dikujna, por shemull, ti ke bo zullum, ma ban halal, mund është mi thonë, o dhe së të baj. Këtë rast, që du të me dho? Du të mi akthi hakin. Se e ka hakin dho kjo që të kam bo zullum, kaq? Ja, e merë. Qoftë me trup, qoftë me pare, qoftë me... Qfarë do qoftë? E këthen. Mirë po, apo në akhirat këthejet me të mira. Allahu gjeja mundëson të bëmit zullum në raport me zullumqarin. Qka i thot? Thot: o Zot, qka ti marru në këtina këtu? Qka shka me më thonë? Thot: merja se vapët. Merja pun të mira se vapët merja. Do kjo është shkumbim. Edhe laën kompenzohen. Mirë po, ne kur bëjmë gjuna Zotit Gjelle Gjelalu, a mujna më kompenzu? Jo. Si kompenzohemi? Fastaghfiruke. Kërkoj falje Allah, se ma shumë dhe s'kish ka ban. Po këtë asyje të gjunat ka thonë kërkoni falje, a të zullumi ka thonë mos bani, sa i ran. A e di a i ta falë ti, a i shka i ki po zulluma, ta falë as ta falë, o ti nuk e di. Pse vendos vetën në thik të dëshirës e tjetrit, dërko që ke mujtë pës me i në thikën e atina. Ti jenë thik, me dashtaj ta ban halal, me dashtaj ta ban. Mës hinë në si zullume, kur hinë ngërshan të dikujna, a i me dashtaj të s'ta baj halal. E kur thoi s'ta baj halal, qysh ja ban? A mund është me thonë, po mu nuk më intereson, ti jam a ban halal, ti mund është me thonë, po hinë gjenem. Asa i përket gjunave ti edhe Zotit tanë, i thu: o Zot, kërkoj falje, Allah i ta falë. Për këtë asë ka hadith, për gjunahat me mush kupën e qilës me gjunah, Allah i ti falë. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kërkoni falje, unë ja u fali juve. Kjo është raporti i Zotit me robin e vetë. Vini re pasaj. Ka thonë: ja ibadi, kullukum ja'i illa men at'amtu, fastat'imuni ut'imkum. Thot alayhi salatu wassalam, thot Allahu te bareke ve teala: o robrit e mi, ju të gjithë jeni të uritur. Të gjithë. E tash për shembull shikoj çka ka thonë të gjithë. Përfshi pasanikin, përfshi fukarajan, përfshi atë që ka shtëpi, përfshi atë që s'ka shtëpi. I mirë e i keq, i pasur e i varfër, status pas status, kullukum ja'a. Krejt jeni të uritur. A mund me thonë zëngini, valla folli për fukarat, se une, jo,
ma juritur se ti bile s'ka. Se ti i ki 1 milion edhe tut është ma shumë se fukaraja. Apo, ti i ki me ushi mundësien këtë mahallën, ama nuk e ushen me nëzje e ushen vetë vetën. A ti ki mundësi këtë mahallën me ushie. Ma juritur se ti s'ka. Bile ti e ma juritur se fukaraja. Për këta svi thot Allahu kullukum gjahje, ketin i të rritur. A ka dikush që i ka 1 milion e si do di? A ka dikush që i ka 1 kera si do di? A ka dikush që i ka 1 dinare si do di? Kreti dojnë. A ka dikush që ka hangër sa ba buke në drejkë si hadë? Vëdha i hadë. A ka dikush që dje ka hangër ushime sot, une për një havë sa? Jo edhe sot, apo? Shikon njerëzi kur nga buka zbezdisën. As si të vinë të feja, thot na vesh të nditën vesh mu fala. Vesh mu fala. Pa ajo kuzhina të shpia 24 orë s'po nalët. 24 orë. Pin një mek, pin gjellë në gjellë, pin pije, pin kafe në kafe. Kur nuk të gërdit. Kur nuk të gërdit. Si e vjen punat e namazi, të Kur'ani, të zeqati, të haji, të Ramazani, të veprat fetare, nasën rina vesh të falë. Po edhe se s'pethuni dit nasën rina vesh të hangër. Kullukum gjahje. Pëtë Allah, ketin i të rritur, ketin i të etur, ketve ju hatë, ketë kini nevoj për ushim. Pëtë Allahu të bare kjo e tjera, përveç ati që unë e ngopi, ati që unë i jap. Nuk thot ti e fitove, po unë e jap. Se me dash ta merë. Illa men at'amtu, pas ati cili unë i jap. Fastat'imuni. Allahu thot, lipnit ju ushqej, unë ju ushqej. Lipnit ju ushqej, unë ju ushqej. Allahu do që robi mi thanë Zotit, o Zot, kam nevoj me më dhanë, kam nevoj me më ushqy, kam nevoj me më dhanë me pi, kam nevoj me më dhanë shpi. Kur t'hin shpitane, mos gabo me të mashtru shejtani edhe me thanë, këshire këtë kudretin e muskullave te me farshpije kanë dreq, e me të bëha Allahu haram lumëturije në të shpi. Po thuj sa herë që t'ish bismillah, alhamdulillah, me kudretin e Allah i të ndreq këshpi, me begatin e Allah të ndreq këshpi, me begatin e Allah të kina hangër buk, me begatin e Allah të kina pi uj. Mos të të mashtroje shejtani me thanë, une u munova, une u lodha, sepse ti në atë moment e vendos në mohim begatin e Zotit Gjelle Gjelalu. E Allah pasaj të tërheq, ta le bukën, ta merë qëtësien, ta le bukën, ta merë harmonien, ta le shpien, ta merë lumëturien. Andaj, nëse i donë krejt me i gzue, fizik dhe shpirt, fësët e imuni, lipi Allahit, o Zot, du me mushqy, ti e di që kije, ti e di që kije, e punon, por Allahu ta jep, dhe të Allahu gja, ut imkum, unë ju shejjuve, pas e ka thanë, ja ibadi, kullukum arin, illa men kesautu, fës të kësuni eksikum, dhe të Allahu të bareke wa tjala. O robrit e mi, të gjithë jeni ju të zhveshur, pa tesha. Shikona, këtë në gjami kena arë me tesha, apo? E kena mbullu pjesën e turpshme të trupit tonë. Kusht ka vesh? Ndjenja që të ka vesh Allahu, o ndjenja robrijës. Ti zakonisht njerë me njerë i shkon menja, po be unë kumpunu e kumblej këtë këmishën. Po mirë po na nëse e qojna këtë këmishën deri në maksimum, ki me pasë Allahu të ka blej. Edhe Allahu të ka dhonë. Kjo këmisha jote, para se mu kon këmish, para se mu kon bez, u kon materie lënd, e pa përpunuar. Apo, para se mu kon e pa përpunume, piku ka burue. Piku ka buru. Ku burojnë lëkurat? Ku burojnë pejt? Piku burojnë? Burojnë nga materia bazë, lëndë e pa përpunuar. Ku e marim në ata? Ata e marim nga lënda bazë që Allah e vendos në tokë, apo e vendos në kapsh, apo e vendos në insektit të ndryshme, e pasaj e marin njerëzit dhe e punojnë ata dhe e bojnë këmish. Telefonin që ka ti e përdor, me qka punon ki? Ki punon me bateri. Ki nuk ka kur fardobije me të nalë Allah i rrimën. Kete, heç kur fardobije s'ka. Munë është veç me e marë, për heshëm me e marë si tull, leje si tull ati. Andaj, ajo që ka e banë funksionale këta cila energjia elektrike. E kush e jep energjin elektrike? Kush e jep? E jep Allahu gjilohet, kur e jep mundësien e ujit musil, e mu bo rrim, e pasaj ti thue, ku është kjo mbushsi, ta shti që ati ta mushi? Po kjo këtu mu mush, me nalë atje s'punon. Shiko ti, veç ai cili të furnizon ti si kanal, e dini, firmat që furnizojnë me energji elektrike, ai veç ta ban tyje, ti kur gjonsun i ban. Ta bje faturën sa doje, kur gjonsun i ban. Apo, po para më në ai cili ka kriju rrimën, para më në ai cili ka kriju ujin për musil me kriju rrim, dhe ti thue,
mashallah çka pas ka kriju iPhone-i. Njëherë nuk thau elhamdulillah i cili ka kriju atë njerin që ka kriju iPhone-in. Sikur që tha poeti, gëzohen njerëzit dhe mahnitën me kudretin e logjikës të shkencëtarit dhe nuk thojnë njëherë elhamdulillah sa i madh është ai i cili ja ka fal logjikën shkencëtarit. Ma kush ja dha ati logjikën? Kush ja dha ati mjetët disponuese për me veprue? Thot Allahu te bareke ve teala, o ju robët e mi, ju keni këtë patesha, unë ju mloj juve. Unë ju mloj juve, unë ju veshi juve. Andaj kërkoni prej mejet ju veshi dhe unë ju veshi, unë ju mbuloj, unë ju jap tesha. Ja ibadi, vini retani. Thot Allahu te bareke ve teala, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi abdin minkum lam yazid dhalika fi mulki shay'a. Vini reket pavarësi te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu, o robrit e mi, sikur i pari për juve, pite Ademi, deri te i fundit për juve. Pra bane e sab këtë logarit shpejt, pite Ademi. Vetë sot i ka bota 8 miliard njerëz. Jo sot veç, pite Ademi, deri te insani funit që ka me dalë këtë dunja. I funit, këtë bashkë mu ba, e gjinët edhe njerëz. Pra pite i pari e gjine, dërte i funi e gjine. Pite pari insan, dërte i funi insan. Mu kanë me zemrën e matë mirit njeri. Por që mu pada me ndo krejt pite Ademi dërte i funit. Mu kanë me zemrën e Muhamedit a.s. Thëtë Allahu gjillu ala, kjo mu kur gja së mashton për shtetin. Kjo nuk mashton mu kur gja për shtetin. Kur ti i ban i badet Allahit, ti nuk e ban ata ma Allah se sa para se mu fal. Kur ti agjeron Ramazanin, nuk e ban Allahin ma të madh se ti u fale. Kur ti shkon haqë, Allahin ti nuk e ban ma të madh sa ti pse bane haqë. Kur ti jep zeqat, nuk e ban Allahin ma të mirë se ti dhave zeqat. Allahu gja është i cili ta jep pasurin dhe jep pisaj zeqat. Qka do që ban ti Zotit si ashton pushtetin kur gjo? Jo veç kaq, thëtë Allahu gjillu ala, sikur i pari për juve dhe i fundit për juve, për insanve dhe për e gjineve, mu kanë ala ebgjeri kalli rëgjull, me kanë në zemrën e matë prishurit për juve. Para me në pitë te Ademi, runa Zot, dërë te i funit për njerëzve, edhe prej e gjineve ketë komplet, mu pas kanë runa Zot, si iblisi ketë, thëtë Allahu gjilë, lem mjën kuzdhali kemi mulki sheja, mu kur gjanë s'ma mangëson kjo pushtetin. Prej pushtetit të madhë Zotit është se kur i ka thonë iblisi, o Zot, am përzune për rahmetit po, am je pa fat, am je pa fat. I dopti si e pa fat, i forti e pa fat. Apo a i shka i fort thot shotit u ka dush në të zonë kur dush. A ata qka janë dopt qka bojnë slajnë, se thot jo se mi ikti muë, jo se mi ka i ba. Kër e lipin një kriminel, kër e lipin një zulumqar, qka thojnë? Ta zojnë a ma shpejt se na hiki. A ju hik do ma thonë ju. Apo Allahu gja iblisit i ka thonë, inne kemi në mundarin, sa i do menet, ka thonë du të një ditë kiametit, redër që tëre, o ti su në më hik muë. Apo Allahu gjellë pi kudretit pa limit, i ka thonë iblisit, rri sa po do menet, rri sa po do menet, ka thonë dhe ditë kiametit, rri, o prapë së në më hik. Para më në kitë iblis, mu konë krejtë si iblisi, runa Zot. Allahut kur gjojnë nga mangut nuk i jetë pi pushtetit. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, walau ijtama'u fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'tajtu kulla insanin minhum ma sa'al lam yanqus dhalika min mulki shay'an. Minë rejtë ndëruar që mëtli, thot, sikur ketë ju e gjine dhe insan komplet bashk me umledh me një ven për një dakik, për një sahat, për një minut, dhe krejt bashk i qoni durt ka Zoti si cëli lip diçka tjetër për tjetërit. Thot, unë e ja jap si cëli qatë qka e lip. Kjo kur gjonë së ma mangëson mu e pushtetin. Ndërko që sa prej besimtarve kur lutët, thot, Allah ja lasë më përgjigj. Ta di se Allah kur së përgjigje, tu ka përgjigj. Tu ka përgjigj do njëherë me mos përgjigje se me ta dhonë qatë qka për lip, dë banë hela që Allah i s'ta jep. Po Allah u gjërat t'jep me qatë do s'ka ti duhet. Kret bashkë tu kena orë, kret hajna, kret pina, kret veshmi, kret kena shpia. A i mangëson Allahu diçka? A mundë Zotit të njerë me në thonë, ma ka dale me kërkesa se sun për ju mëri.
Hasha wa kalla, subhanahu wa ta'ala. I madhësht Allahu jalla jalalu. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdim. Thot lem yanqus dhalika min mulki shay'a illa kama yanqusu al-bahr illa kama yunqasu al-bahru an yakhmisa fihi al-khaytu ghamsatan wahida. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kreet kjo nëse u plotësoj juve dëshirat dhe u plotësoj juve kërkesat, sa për ilustrim, ndërkohë që shembulli i Allahut është më i lartë. Kjo mangëson, qatë sa mangëson një gjilpan e cila merët dhe futët në deti, në detit madh, edhe ngrihet. Sa mund e gjilpanët? Gjilpanët në esencë materin e ka që tërheq ujë, nuk tërheq ujë. Sa mundet me morë? Para më merë një gjilpan të shpia, ngot merë, edhe futë edhe nxere. Sa merë gjilpan e ujë? Ngotën tane. A mund me thonë dikush, ma hargjove gotën? Jo, së murë kur gjatë gjilpana. Para më me futë në deti. Para më me futë në deti. Sa merë ajo? Kjo sa për ilustrim ndërkohë që shembulli i Allahut është më i lartë. Pra Allahut nuk i mangësohet nga pushteti, pavarësisht a jemi të devotshëm, a jemi jo të devotshëm, a falemi, as falemi, Zotit nuk i bëhet vonë asnjëherë. Por këtë arsye, devotshmëria për neve, la'allakum tattaqun. Gjithmonë farzët vinë me përfundimin, epilogun e fjalëve çka thot? Ju në pështofshi, ju ndolni me pështue. Për ndryshe, Allahu xhelalu edhe para se me të kriju tyje, edhe mas atë ka kriju tyje, ai është i njëjti Zot. Allahu është i madh dhe më i madhi para se me krijue as një krijesë. Ka qenë krijues, pastaj ka kriju krijesat e veta nga rahmeti i vet, nga rahmeti i vet. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala për ta treguar drejtsinë e tina, e kjo është rezumeja dhe epilogu, ajo përfundimtarja e cila e bën besimtarin që të ruhet nga zullumi dhe të ruhet nga padrejtësia. Thot Allahu subhanahu wa taala ya ibadi, o robrit e mi, innama hiya a'malukum ej'aluha aleikum. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, o robrit e mi, krejt që ka bëni janë punë të juve. Krejt që keni mi bë janë punë të juve. Unë u ambledhi, u aruj në arkiv. Del ditën e kiametit, Allah thot, ja kjo puna jote. Sa prej njerëzve kanë mu anku ditën e gjykimit, më kanë zit filani, mashtroj filani, s'm këshilloj filani. E ti sa veti pate në ditë kur të shtini me bo dikush gabim? Sa veti pate? 2 veta. Jo besi pate 2 vjet. Apo andaj mos tankohemi s'm ka mësu filani, s'm ka këshillu filani, s'm ja kon shoqëri e keqe. Jo. Allahu na tregon në surën Ibrahim se iblisi e man një hutbe, një ligjerim përfundimtar ditën e gjykimit në zjarr. Edhe ju drejtohet këtij insanëve që kanë hijatin xhenem. Edhe çka ju thot? Fala talumuni falumu anfusakum. Mos gaboj dikush me ma gjujt mu fajin. Le ta baje fajin vet. Pse le ta baje fajin vet? Unë nuk ju kam fut me zor. Ti mend ku i pate. Kur thot ti dikush mos u fal, ti mend ku i kije. Kur dikush thot hajde luna bixhos, ti mend ku i kije. Çish më thot vallahi filani, po ti mend ku i pate. Po ti di vet si kije. Jo rastisht sheriati e ka neutralizue llogarinë mbi fëmijën. E ka neutralizue llogarinë mbi të dhunuarin. Atë kanë morti, kanë lidh durt, apo kanë thonë vetë se kime bozina. Atë kanë thonë që shtu t'i kosha. Jo, po të t'josh, të t'provoku, të thonë hajde se që shtu. Ama ti qa bone ti? Ti a deshte? Po deshte. Për këta syje, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, hi a'malukum. Ato janë veprat e juve, krejt që ka të bani janë punë të juve. Mos u anko se mu ka fut filani dhe alani, se kam dit e kam dit. Jo, shiko në jetën e kësaj bote, shiko në jetën e kësaj bote. Kur të bëhet puna për pare, për biznes, për logari, apo a ka mundësi ti nëse i kije në koletën tane 1.000 denar, edhe e di se 1.000 i ke fitue, shkon të shpia i gjenë 7.000. A thu, valla 7.000 kam fitu. Jo, ti thu, kush i futi 6.000 tjera? Se unë 1.000 kam fitu. Edhe shtesa kur gjenë çka thu, s'janë të mijat këto. S'janë të mijat. Sikur që me të mungu 1 denar çka thu, apo unë 1 denar e pata. Ku 1 denar? Pra sikur që e lip mungesën, ti e di edhe shtesën. Ama na çka bomi? Shuj se mirë kanë çtu. Çto shtesat. Jo, nuk janë tuat ato. Andaj kur ti dikush të josh edhe të provokon, hajde e bëjmë që këtë gjuna, hajde e bëjmë qatë mëkat, s'ki mundësi mi alon fajnë pos vetë vetës, sepse Allah nuk e merë logari fëmijën, ati si fëmi. Allah nuk e merë logari të çmendur, ati si i çmendur.
Allahu nuk e merr llogari ati cili është i dhunum. Ti ka lidh dhurt, armën krije, pije rakije. Allah e thot mos i ki gale se s'në llogaritën nga për rakitje. S'të morë llogari për raki, se tu ka marr vullneti i lirë. Ama ti fëmijë jo, i çmendur jo, me mendje po, inteligjent po. Njëra prej argumenteve më të qarta kundër vetvetes që Allah e ka botë neva, dicin atë ndërrogjë më li. Si cilin për neve që të mëna vetë, si cilin një ka një, jo grumëll, po ka pak, ka 2, ka 3. Ama një ka një me në morë pyjtje me thonë, a e një në vetën si je ma i mesmi këtu pari? Qka thua? Po më skallzo. Më skallzo. Si cili për neve që të e një në vetën sa inteligenca që e ka falë Allah, ku dese aj mos veni meqëm si aj. Qështu e një në vetën, Allah e thot, a për një që ta po, ajde të të morë logaritësh. Dhe i meqëm je, o di budal s'keve. Qishtë mashtrojme dikush, sikur që i gjemë plot viktima, të cilat kur bëjnë gabime dhe kur bëjnë zullume dhe kur bëjnë gjunaje, thot filani, alani, su më kalzoj, su më kshiloj, a ju dash, su dash. Lej kitë këto muhabete se këto janë palavra. Këto janë palavra. A e gabon ti veshin pisinit, a e gabon dorën e djatë pit majtës. Nuk e gabon, atër dhe veprat nuk i gabon. Thot Allahu gjela, innema hi a'malukum ej'aluha alejkum. Unë veç i ruj veprat e juve, edhe u avendosi ditë në kiametit në pesore. E nuk ka atë ditë më ka mashtru filani dhe allani, por du të mi shelë qytë. Du të mi shelë qytë. E du të mi bo 4, e du të mi bo 6, e du të mi bo sa dush bani. Veç këshirë mirë. Shishtë ku të baj gjuna e pagun, ku të baj zullume e pagun. E pas taj ti kujdujoja dhe hedhja fajin, ajo kur gjanë dobi nuk të banë. Ama hiç nuk ban dobi para Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot Allahu xhela xhelalu, "Faman wajada khayran." Kush gjen në veprat e veta khair, mirësi, namaz, zakat, hax, agjërim, veprat mira, Kur'an, sadaka, lëmosh, moral, karakter, bamirësi, falyahmadillah. Le ta falenderoj Allah. Elhamdulillah o Zot që më mundsove më fal. Elhamdulillah që më mundsove me dhënë zakat. Elhamdulillah që më mundsove me bërë Ramazanin, me agjër Ramazan. Elhamdulillah që më mundsove me shkun hax. Elhamdulillah që më mundsove këta dhe këta për veprat të mira. Falyahmadillah, le ta din sa bi Allah jo bi vetes. Tjetri. Wa man wajada ghayra dhalik. E kush nuk gjen veprat mira, pro gjen zullum, gjen mohim, gjen nifak, gjen mëkate, gjen zina, gjen raki, gjen bigjoz, gjen kamat, gjen dhe veprat të liga, kanë duhet me fajsuaj. Sikur që e gjenë në këtë njerëzit, zakonisht çdo zullumqar dhe çdo mëkatar në epilogin e vet ankohet se dikush tjetër e ka mashtruar. S'ka gjenje ti një mëkatar që thot, po be filani më mashtroi, po be ato kazino që ka rrinë gjithë ditën 24 orë ju bin vakt, thot, m'pa thon njani fiton me të parën, që 20 vet ato nejt aty. M'pa thon njani fiton me të parën, ku me gjet na atë njanin, hajt kallzom ku me gjet na. Po edhe me gjet, çka me bën ti? A hinë vet. Thot Allahu subhanahu wa taala, kush gjen veprat këqija në regjistrin e vet, fela yelumu illa nafsa. Mos ta kritikon, mos ta thumbon pos vetveten. Ti e ke po vet gjunojen. Zoti ty ta ka mundsu me zgjedh lirin e veprimit. Ti e ke po ti në ushqim zgjedh. Ta japi një kafe thu se dua valla në këta se pije. Unë e pike tjetër. Ta japi një ushqim thu valla unë se ha këta. A ka mundsi pak ma shumë sheqer, ma shumë krip, ma shumë veget, ma shumë asim. Ti te ushqimi sa precizie. Si ka mundsi gjithat mëkat kur bëhet, si trungu, si dielli mes diçë që e ban, pastaj na me ja gjujt fajin, jo alani, jo filani. Nuk na fut neve në mëkat pos egoja jon. Nuk pos na fut, pos në egoja jon. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala se ai i cili i bën veprat e mira, i bën me mirësinë e Zotit. Allahu na mundsoft që gjithmonë me bë vepra të mira, gjithmonë me fal namazin, gjithmonë me agjëru Ramazanin, gjithmonë me i bë adhurime të cilat Allahu i ka bë obligim për neve. Dhe nëse bëjmë mëkate, dhe nëse bëjmë gjunahe, që ne nuk ndahemi për gjunahe, nëse fillimi i hadithit çka tha? O ju robët e mi, ju natë ditë bëni gjunahe. Mirë pa unë ja fali juve. Fastaghfiruni, kërkoni falje, unë u afali. Pra raportin mes teje dhe gjunahit, cili e para pranimi. Po zot unë e kam bë vet. Po filanim ka thënë, ama unë e kam bë. Po filanim ka thënë, ama unë e kam. Unë e marr përgjithësinë e plotë të veprës time. Sot gjejmë njerëz të cilët e luajnë rolin e fëmijës, a i kanë kalu moshën e biligit. Harroje që ti të trajtohesh, t'ja jim bilig.
Apo, shikoni edhe me ligjit e njerëzve. Apo, me ligjit e njerëzve. A thot, valla fëmijë kana? Jo. E ke bo zullumin, e ke bo damin. Apo, në komunikacion nuk ta fal. Kush të ka thonë ti me dal? E lipin prindin, as këtu. Pse e ka dalë në komunikacion? Pa leje, pa kur gjo. Mirë po, pa da menon ditën e kiametit. Njeri i madh, 20, 30, 40, 50, 60, 70 vjet, a mundet a imi u pranue arsjetimi fëmijës? Filani valla më tha, jo, s'pranohet. Nuk pranohet. Allahu gja thot, fela jelumu illa nafse, mos ta akuzon askush por vetë vetën. Nga se gjunat në vetë i bojmë. Ajo çka duhet me bosh me pranue. E nëse dojnë me shpëtue, duhet me kërku falje. Kërku falje për Allahu subhanahu wa taala, për gjunave dhe sa ti i ban ndaj Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht. Për këtë arsye, Imam Buhariu i sjelli këto hadithe ran varg. Pse i sjelli varg? Për t'treguar se gjëja më e shëmtuar në fenë Allahu subhanahu wa taala cila zullumi. Andaj çka tha pejgamberi alayhis salam, nuk mundet me hi asnjëri në xhennet, qoftë nëse i ka met një grincë e vogël e zullumit, qoftë edhe ndaj 200 live. 200 live janë dubrit para dere me hi. Thot pejgamberi sa hubisu nalë kada. E keni një farë zonke në dunja, pastrohuni. Po kur kush ju lip me gjunahe, s'kini bash shirka skufër as një fakt. Mirë po e keni farë zonke, pastroni para dere. S'ka me hi në xhennet me zonka. Deri sa thot pejgamberi sa nuk ku e hudhibu, pastrohen dhe kullohen dhe të bëhen të qiltër, atëherë futën me lejnë Allahu te bareke ve teala në xhenet. E lutim Zotin e Madh, që Allahu na liron nga të gjitha padrejtësitë, na zbraz nga të gjitha padrejtësitë, ti bën karakteret tona që mos ta dojnë zullumin, mos ta dojnë padrejtësinë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelaluhu na ruan nga e keqja e zullumit, nga e keqja e zullumçarëve. E lutim Allahun subhanahu wa taala që kushdo që bën zullum, Allahu xhelel xhelaluhu zullumin e tina ta bën mbi qafën e tina. E lutim Allahun subhanahu wa taala që kushdo që i bën zullum besimtarëve, të dobtëve, muslimanëve të dobët, Allahu xhelel xhelaluhu atyre fillimisht ju ndihmon, besimtarëve ti përkrah, besimtarëve t'ju jep nga rahmeti i vet. E ata zullumçar dhe kriminal, të cilët bojnë zullum në tokë dhe bojnë fesad në tokë, Allahu fesadin e oborën e tyre t'ia dërgon ya rabbel alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve që Allahu gjunat tona t'i fal me afun e tina dhe maghfiretin e tina. E lutim Zotin e Madh te bareke ve që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që gjithmonë të mësojmë nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.